Aty kam luaj që 1 vjet, por para se kam luajtur për Akademinë e Futbollit Maqedonisë dhe kam luajtur për Federatën e Maqedonisë, gjithashtu edhe për Shqipërinë. Kam qenë pjesë e kombëtares. Si ishte kjo ndjenjë? Ajo ishte ndjenjë shumë e mirë. Veshja e fanelës ishte emocioni shumë i madh. Mu personalisht më shkëlqej trupi. Edhe shpresojmë që edhe lojat tjera gjithashtu përsëri ta vesh fanelën. Është kjo ëndërrojotja që vazhdon që të vesh domethënë fanelën Kuqezi. Kuqezi është flamuri jonë edhe na vjen është një emocion i veçantë. E mban mend cila ndeshje besoj ishte apo kur më saktësisht? Ajo ishte para 2 muajve. Ishte përzgjedhje nga të gjitha vendet jashtë Shqipërisë. Dhe aty prej 150 lojtarëve unë isha i përgjedhur në 11 më të mirë. Formacionin e parë. Që do thot shumë për teknikën tënde si lojtar, apo jo është një shtysë ekstra ndoshta që të bën të vazhdosh tutja